Me lejnë Allah të zëgjel, ligjerata e santi do tjetë qka ka në xhenet. Në vërtet, Allah zëgjel e pasashkru për juve nasib me ndëgju se qka ka në xhenet. Kjo temë e cila na do të flasim nuk ka qenë e lehtë për neve. Da thonë, mu mi ka marrë 2 ditë kohë për me shënu që temë. Jo është me shënu diçka, po me gjetë aja cila është për i Kur'anit dhe Sunetit. Ka sendet shumëta. Besa që për ngutna mi i shpeshtu fjallë sa ma shpejt, nga se ashtë shumë që ka për të mirat e xhenetit, dosene i kimi lanë, dosene i kimi qitë me rënditje, da më thonë, si pas temës që është. Da më thonë, çështja e xhenetit çështje e madhe shumë, dhe nuk na del kohë me fola shumë, vetëm se ato çështje pak, dhe kthehemi që në fillim, Zoti e pasashkru për juve nasib me ndëgju se çka ka xhenet. Subhanallah. Gjën e para ju vëllezër. Çka duhet që na ta dim? Inna lillahi jannatan. Tek Zoti janë 2 xhenete. Mbane mend. Allahu 2 xhenete ka kriju. Jannata fi dunya wa jannata fi al-akhirah. Xheneti kësaj dynjaje dhe xheneti e ahiretit. Allah ka fol për këta 2 xhenete. Ka fol për xhenetin e dynjajës, ka fol edhe për xhenetin e ahiretit. E sa i përket xhenetit dynjajës, kush janë? Kush është? Thonë xheneti dynjajës që shkartë Ibn Qayyimi, ka thonë sinqeriteti. Ky është xheneti dynjajës. Ndërsa Ibn Taymija shumë interesant. Ka thonë xheneti i dynjajës, domethënë, ka thonë që është në zemrën tënde. Ku e ka qëllim? Përmendja Allah. Ibn Qayyimi po thotë xheneti i dynjajës është domethënë sinqeriteti. Ibn Taymija çka po thotë xheneti jam që ne kam zemër është përmendja Allahut azza xal dynja. Ndërsa për xhenetin e ahiretit, na thon Allah azza xal ka fol vetë se çysh Allahu e ka ndërtuar xhenetin e ka krijuar kështu të mëradh. Mirë, gjëna e parë çka duhet ta dim para se me hinë në xhenet. Hapësira e dyrëve të xhenetit. Ka ardhur në transmetim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. En ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ma bayna al-misra'ayn min masari'i al-janna kama bayna Mekka wa Hajara wa Busra." Thot mes 2 dyrëve, do të thonë masari'ayn min masari'i. Çka do të thonë masari'ayn? Çka pjesë, çore? Çka pjesë që është? Është thot masari'a. Një pjesë që është edhe një pjesë tjetër. A kupton? Pejgamberi po fol vetëm për një pjesën e kësajna. Po thot sa është domethënë xheneti, një pjesë e dyrë të xhenetit, po thot është sa largësia mes Mekës dhe Shamit. Prandaj subhanallah. Është një pjesë e xhenetit dyrë. Sa mes Mekës dhe Shamit. Apo disa e kanë marrë ka thonë edhe Katarit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Babu ummati alladhina yadkhuluna al-janna arduhu mesira rakibul mujawwidi 3." Thot dyra e umetit tan, dera e umetit tan. Do të thonë ka për qëllim dera e cila kanë me në xhenet umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot është sa gjerësia e saj, thot është sa një kalars. Ucik kalars. Mirë, po nuk ucik kafsha. Bësh ucik kalars. Rakib, ai cili hyp. Tash nuk ucik as kafsha as kurrësh. Allah e di më së miri çfarë kalor se ka qëllim. Pastaj u cek 3. Këtu edhe më thonë është u cek 3, nuk e di 3 ditë, 3 natë, 3 muaj, 3 vjet, nuk di kurrësh. Pastaj çka po thotë pejgamberi? Hatta takadu manakibuhum tazul. Thot as shumë ky që është i shpejt mi dhan, do të thonë pe tregon gjerësia e kojna e dyrët e xhenetit, thot me një shpejtësi do shumë të madhe, thot derisa ka mundësi që krahërorët e ti të këputën. Në thonë, ashtë e gjanë që koka dera e xhenetit, një pjesë e derës xhenetit. A me kuptani vllazni? Da thonë, pejgamberi po fol vetëm për një pjesë të derës xhenetit. Largësia atë po thasë kur një kalars, mi po kafsha me pocik. Thonë 3 ditë, 3 natë, 3 vjet Allah dhe masmiti. Thonë, një kalars munduhet atë shumë të i dhanë vetit, derisa po thotë pejgamberi, krahërorët e ti këputën. Dëshiroj më këput ka krahërorët e ti. Ashtë e gjanë që koka dera e xhenetit. Pastaj pejgamberi po thotë, "Ma bainal misra'aini fil janna kemesirati 40 sana." Çfarë që e thashone? Hapësira e dyrët e xhenetit, një pjesë e dyrët e xhenetit, po thotë është sa
40 vite larg, 40 vjet parandaj. Apo veç dera e xhenetit 40 vjet larg, do të thonë hapësira mes tëve është. Mirë. Dera e xhenetit e përshkron. Kur të hyjmë që tash në xhenet, çka kena me pa sendin e parë që kur të hyjmë në xhenet kena me pa? Jarja عند الباب. هذه العين تسمى سلسبيلا. Gjëna e parë që hyjmë në xhenet, kena me pa një lum. Që ky lum I thirret selsebile. Kena mola për këtij lumit, kena me pi për këtij lumit. Ky lum është aq I rrjedhshëm, I kfjell, I amël, I sheshëm, ta të mirat I ka. Në thonë, moment që na himi në xhenet, për këtij lumit selsebile kena me pi. Çka ndodh na kur e pimi në xhenet? Selamun alejkum tibtum fadkhuluha khalidin. Moment që na him xhenet dhe e pim kët selsebil, kët lum, por minar na thoj me lejkët, paqja mbi juve qoft tibtum. Nuk ka për juve më lodhje. Gjendja juve që shka qenë dënja, apo da më thonë sprovat e ahiretit, ditës kiametit, nuk ka më për juve, që tash jo, jeni në rahati knatësi. Prej këti momente që keni pi, da më thonë, këtë selsebile, këtë pije, da më thonë që është prej lumit. Pas sajna, qka vjen? Vjen minëherë vesha e robave. Dytë e gjenetit, po shten gjenet, po lash me atuj, pepen atuj, po ndrojt gjendja jote, vesh gëzim kime pa që tash, vjen vesha minëherë. Pe Amerika thonë, ju hallone fiha min asawira min dhahabin lu'lu'an. Wa lu'lu'an. Thatë zbukurohen trupat e tëre, durët e tëve, disa prejve ka asawira e ka për qëllim edhe qafat e tëve. Disa në jo për gra, për burrat e kanë durët e tëve, zbukurohen me rathe. Prej qëfar rathe? Rathe prej dokatit dhe prej perlave. A I thonë që? Perlave. Da thonë prej perlave, dokatit dhe perlave. Wa libasuhum fiha harirun. Da më thonë, veshët e tyve do t'jam prej mandafshin. Për që ta ka në hadith e tjera, ai cili e vesh mandafshin dhe ka da më thonë sendet prej dokatit, gota, tanira, kështu të mëra, da thonë që me thonë enë, prej dokata për pisërmet, për Amerika thonë nuk kam me shëju, da thonë këto në gjennet. Kjo është që zbukurohen trupat e tyre me qka, me dokat, një transmetim tjetër ka orë, fidda, në sërmit, apo lu'en, apo me perla, pasaj veshët e tyre janë prej harir, da thonë prej mëndafshit. Hadithi tjetër thot, o jelbisun e thijabën khuddaran min sundusin o istebaraka. Ata veshin, da më thonë, veshje, e cila është, da më thonë, e mëndafshit, ka veshët të ranë dhe ka veshët të letë, mëndafshit. Da më thonë, forma e tëre, që ata kore veshin, janë më të leta, ndërsa forma tjetër, istebarak, ka orë, da më thonë, e njëjtë në gja, e mëndafshit është, mi po është tesht, me e trasht, ju sukur e para. Dyrët e gjenetit, pija e lumit minerë, da më thonë, më ndru gjendje jote, teshat I ceku minerë, qka vinë që tash? Vinë hyrit e gjenetit. Gratë e gjenetit. Për Ameri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, li kulli wahidi minhum zawjatani. Çdo kush që hyn në xhennet I ka 2 gra. Çto ulemat nuk kanë mos pajtimit edhe çka thonë në fund, wallahu a'lam, Allah dhe masmiti. Disa prej tyre ka thonë janë 2 gra të dynjajës e hyrit I ki sipas veprave që ti ke bën dynja. Disa prej tyre ka thonë jo, këta janë 70 hyri e 2 gra prej dynjajës. E disa prej tyre ka thonë jo, vetëm 2 hyri xhenetit I ki. Pastaj, mbas që njeri I shen këta gra qoft, apo hyri, qoft gra dynjavës martosh me ta në gjennet, apo qoft hyri gjennetit, qka vjen bas tëre? Vjen knaqësia me ta në gjennet, mardanet me ta. Pe Ameri po I tregan sahabe, po thatë kështë, jo ta el mu'minu fil gjennet kuwa kedhe. Për datë besimtarit I jep Allah I fuqi për mardane, edhe ka fjala kedhe, ka arë për qëllën që pejgamberi për I përshkru marrëdhëniet e burrit me gru, me hyrit e xhenetit. Qysh kedhe, në thonë nuk nalet heqaj, I pari, I dyti, I treti, në thonë me gra nuk nalet heq, 70 I krym, krejt. Kër ndëgjënën sahabët, thanën,
a u utiku dhalik, o i dërgumi Allah, a ka me pot fuqi për krejta më thonë këta hyrit e xhenetit, mi një ka një, atërë për me thot, jo ta kuët e mie, thot, ati burrit i jipët së 100 burra në dynja që ka qenë. Subhanallah. Parëndaj, 100 burra në dynja, a i vetë në xhenet, i kryjnë marrëdhëniet me krejt gratë që i ka. Qoftë hyri, qoftë dynjas. Mirë, si duken që tash hyrit e xhenetit. Allah zë thot, ka amthali lu'li al-maknun. Thot, trupat e tëre, pamjet e tëre, janë thot sikur diamanti kristal i ruajtur që nuk e ka prej kërkosheq dhe kur e shikan ti merr sët. Kjo është e vërtetë që Allah ka thënë në Kur'an për hyrit e xhenetit. Trupat e tëre, fytyrat e tëre, zbukurimet e tëre janë prej diamantit kristal që kur e shikan ti merr sët. Që shtat një sheh thatë kum kalu rreth Mekës, edhe thatë e kum pa atë që nunë thatë shes me diamant kristal. Ta mu ka kujtu që kjo ajet, subhanallah, la ilaha illallah. Ibn Qayyim ka një libër për hyrit e xhenetit që ka fol. Subhanallah. E ky shehu thot, mu ka kujtu ajet dhe kum i kum thon, a muj me pa be ka thon diamant kristal, se kur s'kum pa. Po më qyr, e ka vrejtë që sheh, ka thon prit çto. Tha ka i tha me një dhomë, kur ardhër me një sanek të madh. E çajshin dy veta. E qelen tha me ata dryna, ka zhurë më të botë, tha mu çudita. Tha kur për me diamante kristali, e kishim shtjel tha me dëbardh, kur e ka qelë tha, në vërtet tha të pomëri ka pot mi marë. Ja ka fillu subhanallah, dhe unë kjo shehu me të regu, mine rajetin koranor. Në dynja kristali, e ma le mo hyrit e xhenetit. Ti marrë në sët që shka thonë për ame, visht një janë me bu me ashtu sët hyrit e xhenetit dynjajës, nuk ka me pat nevojë për hanë dhe djellë, kanë me ndryqu hanë, dhe në dynjaja dhe në ditë kiametit. Aqë bukurit madhe që kanë. Pastaj, ala, për hyrit e xhenetit. Hap një sët qëtash edhe në dëgjani mirë veshët. Me vesh da. Thëtë Allah, fe gjaalna hunne ebkaren, uruben, etraben. I kemi bo hyrit e xhenetit ebkaren. Të janë treja, beqare. Sërë që ti të banë marrëdhënie ju kthejt beqaria prap. Pra to është beqare. Pastaj uruben. Çka do të thonë çka uruben? Shumë interesant. Ashik. Çka do të thonë ashik? Ka njerëz në dynjë që janë të prekur prej gjendve ashik. Gjini ashik, a din kurren? Në organ. Maraki e ka organin, po do të më fol, ma bane Allah, do të më fol, më shprej për me kuptu mira jetin. Ku po du me dalën? Da thonë, uruben, çka do të thonë? Ashik. Ashik, çka do të thonë? Gjini, për lidhje me dynjë. Gjini i cili ka qef organet, qoftë organin e djalit, qoftë organin e femrës. E Allah po thot, për hyrit e xhenetit, ata janë treja dhe janë beqare gjithmonë për ty. Edhe ata, ku ne dojnë më shumë ti? Organin tanë. Ata nuk shojnë diçka tjetër, vetë se organin tanë, me të knaqë. Subhanallah. Pastaj, e të raben, 33 vjetë kanë me qenë. Nuk plakun, 30 gjithmonë që shëtë një mosh kanë me qenë. Pastaj thot Allah azza wa jall, fihin khayratun hisanun. Ata hyrit e xhenetit janë me gjithë mirat. Por çka ka qëllim me gjithë mirat? Çdo sen që shikon trupin e saj, nuk ka nevojë Zoti me tregu ti çysh dukun. Po më kaç më shpreh, apo kupton? Çysh dukun këta që ka ditë të veçanta, mi po on po them që është ajet kuranor që Allah po thotë çdo sen ti që shikon te ta, gjitha janë të mirat. S'ta merr mendja se çka ka, do të thonë se çfarë bukurie ka ta. Qoftë në trupin e saj, qoftë fytyrën e saj. Hisanu, do të thonë janë të bukura. Pastaj thot Allah, fihinna qasiratun tarfi. Ata rrin vetëm pallatin tanë dhe nuk shikojnë askund tjetër vetëm se ty. Moment që ti në pallatin tanë, ata aktivizohen për ty. Ngritën kam, ledhatohen me ty. Dhe vetëm te që me qenë i knaqër apo me ndjela me thonë knatësien me ta.
Pasaj u lëzër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yura mukhu saqiha min wara'il lahmiha min husni. Çfarë do të thonë kjo? Saqiha. Do të thonë kur e shikon të yrin tonë, në xhennet, kofsha e saj e kamës, atë që është e pacht, e mirë, e bukur, dhe i sa e shikon edhe mbranda mishit saj shka ka. Allahu akbar. Aq e bukur që nuk ka pengesë. Në më thonë, dhe i sa shikon kofshën e saj, për te i mishit saj. Subhanallah. Nuk ka në xhennet kime, kambe, që shanë, du të më cikë da nga të tona, jo. Në xhennet s'ka, vizlim, këmu kanë. Atë që bukur që është, për te i da më thonë, mishit sa i keme shiku. Pasaj o ju lezër, shtratet. Allah zë gjithë të në Koran, muttaki'ina ala sururin masfufa. Ata janë të mbështetur në kravatet e tëre, në shtratet e tëre, masfufa, shtratet e tëre janë të renditura. Një shtratur, 2, 3, 4, nuk ka fund. Çka thot pejgamberi për çta? Inna ar-rajula liyattaki'u al-muttaka'a miqdaru 40 sana ma yatahawwalu anhu wala yamalluhu ma ishtahat nufusuhu. Allahu akbar. Thot çita që përshkruan Allahu në Koran, po thot shtratet, kravatat e tyre, që ata vesh fshtetën që shtot, edhe shtrati pari, 2, 3, a thu për shka janë qëta shtrate? Kreti janë që ti më knaq. Ki më knaq qëtë shtrat, ki më knaq shtrat, atë hyrjen tjetër, atë gruën tjetër, atë digun, kreti që shtot, subhanallah. Edhe ti shena ishi janë, ishi kanë të mirat. A me pëtanë, së më vjen keq më shprej, po në penali fjallën shtot. Qëka po dhatë pejgamberi? Një buri cili fshtetët, mone me vlazi, mone, vetë që shosë panë. Një buri cili fshtetët që shtot, në xhennet po thotë. Që kja fshtetët që shtot? Po thot i zgjat 40 vite, një transmetim tjetër 70 sene, 70 vjet, ai nuk ndjen as mërzi e as lodhje, edhe nuk nalet për knasive. A loli? Para më ndaj e vesh një fshtetit që shtot 40 vjet ti, apo 70 vjet ti vesh knaqesh, edhe nuk e ndjen as lodhë, as mërzin, as kur gjë heq. Subhanallah. Qysh janë ftyrat e atyre që hinë në xhennet. Ka në transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwala zumaratin tadkhulu al-janna ala surati al-qamar. Njerëzit e parë, grupi i parë që ka me hinë në xhennet, thot ftyrat e tyre kanë me qenë sukur aja hana 15 në mesin e mujt. La ndriçune ka me qenë. Pastaj u vëllezër, në xhennet janë këto sende. Nurun yatala drit e cila shkelqen. Në xhennet nuk ka han, nuk ka diell. Mi po është drit e cila shkelqen. Çka drit pikajt vjen prej arshit Allah azza xal. Wa rayhanatun tahti zu. Që kja drit që vjen e njëjtë e gjatë ka edhe një frym, erë e cila shpëndon aromë të mirë. Prandaj edhe dritë edhe aromë. A mu këtë për arshit Allah të zëgjën vjen. Pasaj për dhatë për amere. O kastrun mushejjedun. Thët ka palate, kështjela të ngritura që nuk ja din kërkush fundin e saj lartësis. Nuk e dim, dhe me tani nuk e din da më thonë se sa është lartësia e madhe. Shtët ka, nuk e din kërkush hetë se sa është lartësia tëre e madhe. Pasaj për dhatë për amere sër Allah sëlem, dakhaltu l'gjenne, fe idha ana bi qasrin min dhahabin. Ta të kumin xhenet, e kum pa xhenetin, ta të kum pa njërin prej pallateve krejt e ndërtuar prej dokatit. Subhanallah. Krejt e ndërtuar prej dokatit. Pallatet janë ndërtuar prej kristalit, janë ndërtuar prej kujna, prej sërmit, dokatit apo prej këtyre perlave që po I cekmi. Shatorat në shtret, në xhennet, shatorat në xhennet. Do të thonë ato që donin piknik, shatorit të vogël. Që do të thonë në xhennet çfarë shatora ka. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna fil jannati khaymatun min lu'atin
Thot me vërtet në xhennet ka shatora që janë prej perlave. Mujawwafatin. Thot ata shatora janë të hapura, i shen. Ti e shen si të hapur shatorin. Ama qysh bishka? Kujdes. Arduha si tune milen. Thot ti e shen vishat hiq aty. Ama jo. Aty është e madhe shumë. Dhe po thonë aja shatori. Po thot sa është e madhe si tune milen, 60 milje. A din të sa bin 60 milje? 97 km apo 100 km. Përndaj subhanallahu shatori i xhenetit. Që na veç këtu soni hije. Subhanallah. Pastaj çka po thot pejgamberi? Fi kulli zawiyatin minha ahlu ma yarawna al-akhirin. Çdo kush që i cili hyn to, cepët e tyre, nuk po fol për mes aty. Cepët e shatorit po thot. Aq e madhe që është kur të hin, njëri tjetrin sonë gjojnë. Prandaj njëri tjetrin se cepin i atë ku sandi më të vogël ku mund të cepë gjan, ama jo për amë valla edhe në cep. Na thon ku të hin njëri tjetrin sonë gjojnë. Sonë shuj njëri tjetrin. Aq e madhe domethënë që është shatori i xhenetit. Pamët e xhenetit. Domethënë në ndet jo, sa më përmend këtë, domethënë pe cekë këtë ka domethënë çdo sen këtë ka dalë dhe me renditje. Kur him xhenet lumençe, selsebile, veshjet, e pse komunitet e xhenetit, bukuritë të tyre, marrëdhëniet e tyre, pastaj domethënë shumë më rënd. Ha? E çfarë shin domethënë pamët e xhenetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma fil jannati shajaratun illa saquha min dhahabin." Nuk ka mundësi në xhenet me qen një pem që trungu i saj, atë shoh pemë domethënë me dru, jo. Trungu i saj pejgamberi po thot dhahabin, është prej dukatit komplet. Subhanallah. Pastaj pejgamberi po tregon gjarësia e kësaj peme. Yasiru raqibu fi dhilliha 100 sanatin ma yaqta'uha. Ndo, a thonë që te i kalan kalorsi në këtë hije të pemës nuk mundet me kalu atë hije qovë da më thonë edhe 100 vjetë së ne kalan atë hije. Përndës, në hije një pemës ku da me qumë atë madhe dë një është këra asaj në hije një pemës është. Ndërsa në gjennet hije e kësoj pemës 100 vjetë me kaloru da më thonë prapë së ne shkrut atë hije, alo ko hije. E disa për ulemave që e kanë cek, ka thonë kjo pemë është si rëtube. Tube e cila është mashtru edhe Ademi a.s. Si ka thonë ha se ki mu kanë për gjithmonë. Kush hanë është për gjithmonë. Allah dhe mas mirë. Mirë, lumenët e gjenetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minhu tufajjaru anharu al-janna." Min al-arsh ar-rahman. Domethën prej arshit të Allahut, çdo lumen që na pecekmi, çdo lumen që është në xhennet, gjitha burimet e tyre po thot pejgamberi është prej arshit të Allahut azza wa jall. Pastaj po fol për burime tjera, domethën për lumen tjera. Al-Kauthar nahrun fil janna. Po Kauthari është lum në xhennet. Për e përshkun për amere qysh do këtë ky lum, ka lum tjera, ama për që të lum Kauthar, për e përshkun qysh është forma e saj. Për thot për amere sallallahu alaihi wasallam, hafatahu min dhahabin, baza e saj. Ati pa lumin rrëth, qysh e shikojmë na? Ka guraleca, ka domethënë zallin, ka pemë, e për amere thot, baza e saj, e këti lumit është min dhahabin, prej dukatit. Wa majarahu ala durri wal yakut, thot hec ky lum mbi perla dhe gjedhaherët. Subhanallah. Turbatuhu atibu min al misk, zallina e saj. Atë do të thosh zallina e saj, qoftë edhe mbranda e saj kom si më thon. Zallina e saj, lloçi i saj është tuk më e mirë se sa misku. Prandaj subhanallah. Pastaj çka po thot pejgamberi? Ma'uhu ahalla min al-asal wa abyad min al-thalj. Uji i saj është më i amël se sa mjalta dhe më e bardhë se sa bora. Subhanallah. Wallahi më kujni këta sende. Çka po dyn dynjaja? Nuk ta për çata ka në hadith, nuk ta merr mendja dhe s'kin dëgju kur
ose shka mundet me pat në xhennet. Aja vlen mi hub të asene për gjithmonë për një kohë. Prandaj, që thot pejgamberi, 1 metër vend xhenet është më mirë se këtë dynjë janë ta. Subhanallah. Vallahi kur i ndëgjojmë këtë asene nuk është më adin që na vëllau s'ka pas në xhenet. Jo, imani më të gjallëru. Në më thonë, me hecti, me punu, që me qenë inshallah prej banorët të xhenetit. Më pasoj u lëzër dhomat në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet në xhenet ka dhoma, e që çka është jashtë. Na thonë ti mrena shen jashtë, ai cila është jashtë shen ty mrena. Subhanallah. Këto ulemat nuk japin sharim shumë. Thonë Allah dhe mas mirë ti se çysh është ndërtu kjo dhomë, është e çuditshme. Do të shen edhe ai të shet ty. Disa problema kanë thonë si mendim, kanë thonë ka mundësi mu kanë zëgjegje, në më thonë dritare e cila është e përpënune prej kristalit apo prej pelave, po prapë thonë Allahu e dhe mas mirti se çush është qëllimi i këtyre dhomave. Pastaj sahabët një ditë duke nejtur me pi tregon këtë asane për xhenet. Edhe pi thonë sahabët, o i dërguari i Allahut, e çush është ndërtimi i xhenetit? Na i kemi tullat, blokin, zalli, cementi, atë çush i ndritojnë? Atëherë pejgamberi po thot, ma banauha, e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, labanatun min dhahabin wa labanatun min fiddatin. Po thot, një tull është prej dokatit e një tull tjetër është prej sërmit. وملتها المسك الأظفر. Thot lloçi i saj që përpunohet, do të thonë që ngjitet, kështu të them, lloçi i saj është misk i verdh. Nuk e di, çfarë ka, do misk i verdh. Misk prandaj me misk ngjitet, domethënë edhe dokati edhe sërmi. E kjo çu domethënë ndërtim tull. وحسباؤها لؤلؤ والياقوت. E zallina e saj, përpunimi i saj që vendoset mbi ta, thotë janë perlat dhe gjevaheret kristal. Subhanallah, Allahu akbar. Prandaj tull që vendoset janë me tjetër. Kjo dukat, kjo sërb, mes këtu, domethënë aromë misku të mirë, pastaj me shka e përpunune, domethënë përpunune me lloç, apo e përpunune domethënë me perla dhe gjavaher kristal ngjitën. Allahu akbar, xheneti. Pastaj pejgamberi po thot watarbatuha za'faran. Toka e saj është këtë shafran. Prandaj toka e saj është këtë shafran. Subhanallah. Wala tubla thiyabuhum. Teshat e tyre asnjëherë nuk vjetërohen. Gjithmonë se herë që në trupin e tëra ata e kanë, gjithmonë teshat janë treja. Nuk ka nevojë më ndru, gjithmonë janë teshat treja. Në xhennet, tregu i xhennetit. Said, njëri prej sahabëve, tha që më taku me Abu Hurairën. Edhe më ka thonë Abu Huraira, ka ulut për mu. Es'alullah an yajma'a bayni wa baynaka fi sawqil janna. Elu Zotin që mu takuon edhe ty në tregun e xhennetit, pazarin e xhennetit. Saidi shka thot, kur e kom dëgju këta jom që dit, ka thonë në xhenet ka trega, ka xhenet treg, e pastaj po i tregan. Fatuhubu rihu shimal, fryn një erë prej veriut. Fatuhthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Atyve që ka era i zbukaran ftyrat e tëve, edhe i kthen i zbukaran edhe teshat e tyre, dhe që kja era i kthen ditën e xhumë me shku ku mu taku me Allahun azza wa jall. Allahu akbar. Kur takohen me Allahun azza wa jall, karrikat e tyre janë secila si mbaz veprës tyre. Dukush është i ulur kin dokat, karrikat e tyre. Dukush është i ulur kin sër. Mi po këtë që është i ulur në dokat është më i lartë.
ky tjetër është më i vogël, ky tjetër më i vogël. Thanë, subhanallah, dhe në grada të larta apo qoftë, ai cila do thonë janë prej dokatit janë më të parë, ata vinë tjetër, apo e kuptoni ku çu po du me shpjegu? Don çu subhanallah. Dokat, ata që kanë me dokat janë më përpara, ata që janë domethënë me cëmit, don janë karrikat e lloj-llojshme simbaz veprave tua. Dhe Allah bisedon me ta, dhe ata e shohin Allahun azza wa jall. La ilaha illallah. Atë që më thonë se s'po, që ka thonë fryma punari. Le këtë mirat e xhenetit. Vetëm me shiku Allahun azza wa jall. Allahu akbar. Allahu akbar. Kjo është diçka që o Allah na mundsa ya Rabbil alamin. E pastaj çka ndodh me ta? Allah bisedon me ta. Na thonë shikimi i Allahut e kështu me radhë. Pastaj pejgamberi po e përshkruan njëri prej tyre fol thot o Zot, na thonë a nuk unë ke falë kështu me radhë gjunaçara apo thon. Allah çka i thot? Po sikur më s'kisha fal ti nuk ishe kanë çto i ulur. Pastaj pejgamberi Allah azza xha thot ngretno dhe kthano te gratë juve. Mi pa ata shkojnë edhe në pazar. Kur ti në pazar, shka shojnë atë pazar? Janë me lejket të cilët i bujnë hizmet banorët e xhenetit. Me pije, në dorë, me lejket. Allahu akbar. Pastaj ata kthehen te gratë e tyre, e ata pyesin thonë, çka është puna me juve që u shtu bukuria edhe më shumë. Edhe i dojnë gratë, burrat e tyre edhe më shumë. Pastaj vëllezër, çka ndodh me banorët e xhenetit kur ata hajnë dhe pinë prej të mirat e xhenetit? Dhe xhenet e vëmendje. Aty ka me hangur, me pi, dëfrime, sene, apo ku e kam qëllimin? Tash me hangur, me pi njëri të në pat jashtëqitje, të me pat qyra, gëlbast, krejt, çka ndodh me ta? Pejgamberi po thot, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha. Më të vërtet banorët e xhenetit kanë me hangur. Kanë me hangur, nuk ju ndalet haja atyre. Nuk ka me hangur sa të nesër me s'me pat. Jo, për gjithmonë, sekund, minut, gjithmonë kanë me hangur. Veç ha, subhanallah, të mirat e xhenetit. Wa yashrabuna wala yatfuluna. Hajn dhe nuk pshtyn. Prandaj hajn, po nuk ka pshtyn në xhenet. Nuk pshtyn në xhenet. Wala yabuluna. E as nuk urinojnë, wala yataqawwatuna, e as nuk ka jashtëqitje, wala yamtakhituna, e as nuk ka gëlbaz e qyra. Kur ndëgjonën sahabët u çuditë, subhanallah, ka thonë nuk ka pshtym gëlbaz, nuk ka urin, nuk ka qyra, nuk ka jashtëqitje. Çudi vesh me hangur, ka shkana e haja. E thanë në sahabët për amin, të me balu lë taami, o i dërgumë Allah, e me çka ndodhë me ushimin, njëri këtë hanë du të me dalë, na imi njerëz, krijesa. Ata e për amin për thatë, gjushaun, wa rashhun, ke rashhil misk. Për thatë, gupsimi, urina, jashitja, dalin për trupit tëve për mes njerëzve, njerësiteve. E qëta njerësite për thatë është misk, aromë e mirë. Subhanallah. E fundi, dhe me këto për përfundojme. Në xhenet ka angazhe. Mësa arrani këto. Krejt qëta të mira që i përmena, njerëz mendojnë xhenet me nejtë. Jo, ka orë një ajet që Allah i tregan xhenet ka pun, elves, pun lo, edhe në xhenet kimo lodhë inshallah. Allah ja le të urgjë ja Rabb. Çka thot Allah këna? Inna ashabul jannati yawma fi shughulin. Allah akbar. Në xhennet banorët e xhenetit në ditë, na vëm vesh për në ditë po fol, në ditë. Fi shughulin, ata janë angazhuar, kanë punë xhi, me punu në xhenet, s'ka rati. E çka kanë thonë ulemat, cilët janë punë e banorëve të xhenetit se dynja e xhenet që më kanë angazhuar. Ka thonë kanë më kanë të angazhuar me të mirat. Te a ke kryu ata, te a ke bate, te hajde me mu shtrat këto, pa ke shkuptime, te kështë, janë angazhun te, punki, subhanallah. Allah zë gjenna vërë për atëve, ja Rabbil Alamin, me këqen për banorët xhennetit, e me larta është, shikimi në ftyrën Allah, ja Rabbil Alamin, ja Ahya Qayyum, ja Dhal Jalali wal Ikram.